Diaspora Dialog. Diaspora Dialog. Përshëndetje. Në Ludwigsburg u mbajt kuvendi zgjedhor i Federatës së Futbollit Shqiptar, ku zgjodh dhe kryetari i ri. Të ndjekim së bashku reportazhin e këtij aktiviteti sportiv në Ludwigsburg. Nderuar zoti president i Federatës së Futbollit të Kosovës, zoti Artemi, nderuar kryetari i Unionit Bizneseve Zvicrës, nderuar mosafiri jon edhe punëtori sportiv, zoti Paçavanda, kam knaqësi sot në fest për moshën e fesë e futbollit shqiptar këtu në Gjermani, që përgëzoj edhe të uroj një kuvend të jashtëzakonshëm edhe të rregull edhe sukses shumë. Faleminderit shumë e kalofshim mirë. Nderuar delegat të klubit, që jeni prezent sot këtu në kuvendin ju zëdor, nderuar përsi e punës, nderuar kryetar, zoti Zlatovci. Sot pra, jemi mbledhur këtu, më shumë se sa herë që kemi pas dhe jam shumë i lumtur sot, sepse nga zanafila dhe nga fillimi i formimit të kësaj organizate, jo pak të rëndësishme, edhe pse jemi në pjesën amatore, për ne shqiptarët, kjo është thjesht një pjesë shumë e rëndësishme, sepse krahas punës e juaj, krahas mundimeve të juaja që i keni, dhe krahas organizimit të jetës në event të huaj, ju keni gjetë rastin edhe për ta keni një të flenë. Përshëndetje të qëtë, se që më të vesh një kryetari në një klubeve shqiptarë në Zvicër, me falsu si një zëmën në klubeve për momentin edhe të i kemi procedur, jam mandat me të të majtë së mandat me fytë. Edhe më një falenderoj shumë që dhe klubeve, se njëri edhe një klub të shanë që kënë Zvicër atë e di shumë halë, se çfarë halë e keni që një atë e këtu. Një pa të është në zhratë se nësë kryetarët e Vimati i thatë që ta nuk vjenë me folë edhe si për mësë që ta shqeni para zgjerët e të kuvendit. Pse kandidojmë në sot, dhe të sharoj në 2-3 pika. Prandaj sot kandidoj me një bindje se federata ju ka nevojë për të. Por me shumë bashkim, me shumë profesionalizëm, me shumë transparencë, bashkëpunim me të ngushtë me Unionin e Futbollit Shqiptar në Zvicër, dhe mbi të gjitha me shumë mbështetje për klubet dhe për rinin tonë kudo që të jenë në Evropë. Delegatë nderuar, mirë se keni ardhur sot këtu në këtë kuvend. Kam derën radhë parë një përshëndes kryetarin e Federatës të Republikës Kosovës, zotin Agim Adin, mirë se keni ardhur, faleminderit. Peti dhe Mullin, po ashtu kryetari i Federatës të Zvicrës, mirë se keni ardhur në këtë kuvend. Po të njëjtën kohë edhe patëm Paçaralde, që është bashkëudhëtar i Federatës të Kosovës, dhe i mbështet gjithmonë lojtarët tonë dhe i vesh me veshjet e tyre. Po të njëjtën kohë e uroj dhe falenderoj shumë zotin Enver Mosliuka, i cili sot na ka bërë bashkë këtu, i cili ka bërë një punë shumë të palotshme dhe mendoj që është një dua tërpitje me të Ndimja 35 vjeçar në futboll, gjithmonë ka balltica dhe zbattica, po mendoj që
për sportin në Gjermani edhe për Kosovë ka në shumë. Pra, duke i uruar kryetarit e ri suksese dhe ish kryetarit Statovci penzion të mbar, ne përfundojmë këtu emisionin ton duke i uruar gjithat mirat dhe mirëmbëjtje deri në aktivitetin ton të ardhshëm. Diaspora Dialog.